Më pak se një javë prej kur u lirua nga arresti shtëpiak, ministri i zhvillimit rajonal Fikrim Damka u paraqit në mbledhjen e qeverisë, derisa në mbledhjen e kaluar në vendin e tij ishte ulur zëvendësi Alet Tafarshiku. Nga arresti shtëpiak u lirua, por prokuroria e Prizrenit është duke vazhduar hetimet ndaj Damkës në ndyshimet se më nënshkurt të këtij viti sulmoi fizikisht dhe kanosi 2 antar nga partia turke e Lëvizjes Novatore. Deri në këtë fazë, prokurori i rastit ka arritur që t'i intervistojë të dëmtuarit 2 dëshmitar dhe 2 të pandehurit e rastit. Janë siguruar edhe prova materiale, mirë po ende nuk janë siguruar deklaratat e të gjithë dëshmitarëve. Për shkak të konfidencialitetit të rastit, në këtë fazë nuk mund të ndajmë informacione dhe detaje tjera. Ministri i zhvillimit rajonal nuk ka kthyer përgjigje gjatë ditës, por avokati i tij Skënder Morina ka konfirmuar për ATV-n se gjatë intervistimit në prokurori, Damka ka mohuar ta ketë goditur apo kanosur Arda Malokun. Megjithatë, Maloku, e cila ishte kandidate për deputete nga partia turke Lëvizjes Novatore, nëpërmjet një reagimi në Facebook, ka thënë se ministri, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike Turke, e ka shtyrë për krahu dhe e ka kërcënuar. Sipas prokurorisë, sulmi është bërë për shkak të mosmarrëveshjeve të mëhershme politike, por Maloku e as Damka nuk kanë komentuar rreth motivet.